Mirë, jemi në vend që do të flasim për botën tonë perverse, ku po jetojmë të gjithë, por nuk po jetojmë vetëm në shqiptarët, po jetojmë të gjithë shtetet, kombet, bashkë në një botë. Gjithë elita botërore, përzirë, gjithë. Tërësisht perverse. Qa bëtë shumë? Ka plas perversiteti. Në përsheshe, në përkodra, në përmale, në përishuj, në përsheshe. Kudo. Këtë do diskutoj me një panel fantastik si gjithmonë, Meri Mezini, shkrimtare, mike dashur e studios tonë. Ajo, për fat, sa po ka baruar dhe një libër, që ne do kemi rastin të nxjerrim këtu shumë shpejt ai libri që është ditur libri, jo ky, po një tjetër. Omazh mbi varrin e një pedofili. Omazh mbi varrin e një pedofili. Sa po ka dalë, e kemi vetëm ekskluzive, sa po s'ka dalë. Domethënë, po ka dalë vetëm kopertina. Domethënë, e kapëm në kohë. Artan Rexhepi, një ekspert i çështjeve kriminologjike, kriminalistike, kriminoteknike. Të gjitha dhe miki dashur i studios tonë, faleminderit që jeni me ne. Dorian Meta, pedagog, një njeri jashtëzakonshëm që donte një temë bombë. E tham, do bombë ti? Kur do bombën tani? Hajde, plasë bombën. Dhe vjen për herë të parë në studion tonë, po jo për herë të fundit shpresojmë, inshallah e kap Viroza Bardhazi, se kështu e quajmë ne. Voltiza Prendi, ajo është mjeshtre në komunikim, është eksperte, është edhe një star, do me thënë që duket edhe bukur në kamera atje, se kamera e do. Faleminderit që jeni me ne. Ha, moj Meri? Ha? Që është kjo një ishull të rëndit një botë? Një ishull në bëjmë të kuptojmë se një botë është një botë perverse, pra një cop ishulli aty e kuptojmë. Të kuptojmë që lidera botëror, që figura ndërkombëtare, të gjithë këto jetojnë në fakt një jetë perverse dhe modelet e shoqërisë dhe ato që ne trumpetojmë më të mëdha, kanë rënë kudo, kanë rënë Amerikë, që e mbron familjen si askush tjetër, dhe për të mos folur që edhe në vendin tonë kanë rënë. Se kur kanë rënë Amerikën e madhe, imagjino tani... Shëndodh me ne, pastaj. Shëndodh me ne, do më thënë këtu brënda. Me ndonë Amerikën e vogël. Po, ne, do më thënë, ne jemi Amerika e vogël. Është çështje trendi ky perversiteti, apo është pjesë e natyrës njerëzore humane? Pra, ne kemi lindur të jemi pervers, apo na detyron dikush të bëhemi pervers? Po në fakt që në antikitet ne i kemi, me Aristotelin e të tjera me rast se si botët ndryshojnë edhe se si edhe Nietzsche e sjell dekadencën e gjitha tjerat me rast. Kemi homoseksualitetin, por deri në gradën e perversitetit Po çfarë është perversiteti pastaj? Ne se këtu fillon ai diskutimi, se çfarë është normale, çfarë është morale, çfarë është e pranueshme si njerëzore, si shoqërore dhe ajo çfarë na vjen natyrshëm dhe ne çfarë pastaj arrim ta pranojmë si shoqëri. Dhe në këtë aspekt ato ishut që her pas here, me qënë se përmëndet dhe është tema ditës, pjesa e abshtenit, se si kanë bërë pikërisht, ka të rënditur një botë të tërë për shkak të emrave që qarkullojnë që nuk janë vetëm të një zonalitetit të saktuar, por përfaqësojnë, janë përfaqësues lider botërore të fushave të ndryshme nga politika, arti, kultura e tjera me radhë. Por është edhe ato ishujt tonë të brendshëm të shoqërisë sonë këtu. Shoqërisë sonë qoftë ajo në një rreth të vogël social, por qoftë edhe ajo në koncepte gjeografike pastaj më mbrapa. Por në fakt rasti Epstein, jo vetëm që solli një zbulim se si në të vërtet shoqëria është, se deri ku mendja njerëzore apo sjellja njerëzore, se nuk ka të bëjë vetëm me mendje, ka të bëjë me sjelljen faktike, deri ku shkon pedofilia, perversiteti, ajo çfarë ne e quanim të paimagjinueshme dhe të papranueshme nga shoqëri model mbi të gjitha pastaj. Ku janë pedofilët, Omeri? Shikon, në jetën e përditshme, në brezin tim të paktën, ne kemi gjukuar pjesën e ignorancës, do më thënë këto pisliqe vinin nga ignoranca, dhe ndodhin shumicën e rasteve në pjesët rurale të vendit. Po, në periferi, të largëta. Disniveli shoqërisë i kishte këto gjëra. Por, me kalimin e kohës, ne erdhëm në një brez tjetër tani që njerëzit janë velur nga jeta normale, mendoj unë, edhe po më duan të provojnë qefe, qelbësira, i mendoj unë, këto, nuk e di, duan të gjejnë fundin e vdekje, se fundi i të mirës nuk është asnjë. Pse ata gjejnë fundin e qefit ashtu? Dakor. Jo fundin e vdekjes. Ata e quajnë jetë ashtu, adrenalinë, energji e gjitha. Gjithë këto dosje që kanë dalur, në vetë nuk është se shprehje ndonjë diversitet në një shoqërie që ne nuk e dim. Do thënë thellë, se cili prej nesh është... Ne e dim që bëhen. Jo vetëm që e dim që bëhen, po edhe në në komunizmit këtu për shembull janë bërë. Patjetër monopollin e komunizmit. Ka gojdhëna pafund që
Shiko, Nuk janë bërë vetëm në periferi rastisht tot zonja, janë bërë edhe në poshtë. Dikur, po thotë në korat e tjera. Po kemi pasur gjiri inteligjent. Pjesa rurale më e pregu ka qenë. Elementi i shprehive agresive kryesisht në raportet me të mitura, se jemi ke elementi pedofilisë, i ka dy aspekte. Aspekti parë është shprehja e një dominance, absolute, një rritur me një fëmijë, por nga ana tjetër është respekti absolut që këta duhen varur dhe mbylla, që krijohet Jo, ti mos e mbyll, ti na hap dhe na shpjego pak një gjë. Unë se kam kuptuar kur, çfarë mund të bëj një rritur me një fëmijë njerë. Ka njerëz normal që si shkon në mendje apo si jam unë normale? Sepse ka njerëz normal që i bën pyetje vetes ore si jam unë normal apo jam unë anormali? Jo, nuk është tashi normalja është anormale dhe anormalja është normale. Jo, do fillojmë për një arsye, sepse Po të tentona normalja bëhet mazherancë. Po të vini re. Ky është gjithë problemi. Eksakte, elementi një futje të një shtrese të gjerë në këtë aspekt, do të thotë që po fillojmë dhe po themi që është kjo shoqëria, nuk është kjo që jemi ne. Dhe duhet bërë kujdes në këtë fazë. Mos harrojmë që nëse problemi nga një anë është elementi i marrëdhënieve seksuale me të mitur, nga ana tjetër këta njerëz komandojnë dhe marrin ligje dhe komandojnë ne. Komandojnë popull, komandojnë situata gjeopolitike. Duhet kuptojmë pak në thelb, domethënë. Si mund ta bëj një njeri i tillë, domethënë? Çfarë duhet të ketë mësuar ai? Ja ta tregoj unë. Nuk e nevojë të vesh të ishulli fare në Amerikë, te një në autobuzët mes Tiranës, shkon plaku edhe prek fëmijë, e ke me video. E kupton me video. Mu në mes të Tiranës. Mu këtu të shtëpia jonë, prandaj e pyet Ameri. Ore ku janë pedofilët? Jo, në fakt dua të shpjegoj. Dikur neve, sidomos kur kemi qenë student, kemi pasur sidomos vajzat, frikë të futeshim në autobus, të përdorim autobusat publik. Se patjetër do të vinte një dorë e futur në vendet intime dhe kjo ka qenë frika jon kur unë kam qenë studente dhe vijon të jetë akoma me sa flasin të tjerët. Pra është pjesë e shoqërisë, është pjesë e problematikës. Ç'është sa e adresojmë ne, sa e bëjmë publike këtë gjë. Ka bashkëtuar me ne kjo gjë. Patjetër që është, por ne kemi mbyllur sytë vesh, edhe jemi këtu ku jemi pastaj. Çfarë detyron një individ që të bëhet pedofil? E kundërta e kësaj nuk hipnin për autobuza kur kishte njerëz shumë, mos ndodhin situata të tilla sepse kur autobusi është je si paket cigarash aty s'ke nga trotullosh, domethënë detyroheshim të mos hipshim. Kush kishte moral? Shko, elementi pedofilisë. Unë kam pak nga eksperjenca ime, unë kishte njerëz nuk hipi. Elementi pedofilisë. Qite në një shtremë që të vinde shpirti më e tunës, s'kishe nga rotullosh. Nuk ka një mekanizm. Ti e vonë, autobusat nuk e kanë këtë intensitet. Ti se ke provokon kur... Si ka provuar kjo artan autobusat e Vlorës që veni në plazh. Bëshe vonë edhe s'kishe nga të peshe. Ti mundosh të të 20 vite më pare në vijim. Si e kuptojmë çfarë bën një njeri të bëhet pedofil dhe si e kuptojmë ne një pedofil? Tu flitet për më shumë se pedofil në fakt. Tu flitet për të smur. Për kanibal, shiko, këtu i kanë vrarë njerëzit dhe i kanë pedofilia është smundje, ëh? Vjen dakord gjithë? Në qoftë se do ta marrim nga pikpamja pastaj e zhvillimit psikosociale të tjera, nëse do ta justifikojmë se smundje, ato shmangen nga përgjegjësia ligjore pastaj, sepse dim shumë mirë që çfarë një person që është i smur për shkak të problematikave të shëndetit mendor apo të tjera, nuk mban përgjegjësi ligjore për veprimet që kryen. Kështu që nuk është veçanërisht smundje. Janë të dhunuar në fëmijërinë e tyre, kanë një fëmijëri që nuk ka jo gjithmonë është e lidhur me këtë gjë. Jo gjithmonë është e lidhur. Mund të jenë njerëz të shëndetshëm që kanë patur një fëmijëri të shëndetshme. Shumë të mirë madje model ndonjëherë. Po çfarë fillon, çfarë niveli ngrihet atyre që bëjnë këto akte makabër, domethënë çfarë ndodh brenda organizmit, nga pikpamja mjekësore tani. Meqense kolegu përmendën psikomjekësore. Çfarë të ndodhi? Në sensin që të gjithë problematika që shfaqen në moshë madhore kanë çelësin në fazën e adoleshencës. Po. Që nuk do të thotë që ti adoleshent ke qenë i dhunuar, i bullizuar, nuk ka lidhje fare. Po. Do të thotë që disa mekanizma kontrolli, pra ato që konsiderohen elemente kontrollit moral. Morali ato që si kanë bërë një për pleqëri thua ti. Eksakte. Morali nuk është të rrim brenda një kornize, por të mendojmë aspektet pozitive brenda asaj kornize. Domethënë çfarë duhet i themi adoleshentëve sot? Do t'i themi që bëni çdo eksperiencë të mundshme në adoleshentë që mos bëheni pedofil? Çfarë duhet i themi? Atëherë, nuk është eksperienca e të zgjatur në adoleshencë që ty të eviton të bëhesh apo të kesh tendenca të këtij. Ju si mjekë keni të qartë se si parandalohet ky dhe nga vjen?
Po nuk parandalohen ato elemente që nuk shprehen. Nuk është e thjesht të identifikosh Ligji parandalon, asë gjë tjetër. Domethënë nuk është... Unë mendoj që është ves. Nuk është e thjesht të identifikosh. Në që kuptim vesh? Është ves, do me thënë, i lind ati njeriu, shamull. Lind me njeriu apo mësohet gjatë rrugës? Mësohet gjatë rrugës. Po kush ja mëson më? Pajtohem, shiko, ato lishendi ka një tru të çuditshëm në atë moshë, do me Po? thënë. Që do të provoj gjithçka? Do të provoj gjithçka. Okej. Edhe sidomos çunat, Po? që nuk kanë shumë guxim të dashurojnë vajza, se unë kam pyetur shumë ato Ka një tendencë më ekspresive e gjë. gjejnë të voglin si mjet shkarkimi, do me thënë, edhe mundin, edhe bëjnë eksperimente. Po ngecen, e kupton? Po? Për shembull, në rastin tim, ky zotria, në periudhën që u dha Big Brother para këtij, ka dëgjuar Lajrt Vasili që tregoi atë historinë në brenda emisionit, edhe më kërkoi, nuk la gur për më palvizur pa më takuar mua, se kishte dëgjuar që unë thash, nuk jam shkrimtare, po më pëlqen të shkruaj, e kupton? Dhe ti ke një histori të vërteta aty? Kam histori të vërteta gjithmonë. Brenda librit? Kjo po. Dhe kur më tha që pedofili që e ka përdhunuar është oficer, dhe rinte të Varibamit, unë u stepa njërë se nga njërë nuk i njofim edhe njerëzit tanë, kupton? Edhe unë kam pas një xhaxha oficer edhe në fillim i thash, më tregoj emrin e personit, edhe pastaj të negociojmë për historinë. Jo, nuk ta tregoj, tha. Jo, i thash, nuk e bëj. Se aty kam dojtur shumë oficerat e Varibamit në atë kohë. Më vonë erdha dhe unë nga Vlora, aty kam dojtur, edhe se bepi ishte xhaxhaj, do me thënë. Po zotria në fjalë, ku e dinte historinë, apo ja kishtë treguar e? Zotria ishte i dhunuari, po nga ju që është më shifte në... Edhe ai në të njëjtën kohë njësoj si Laerti viktima? Po, edhe tha nuk dua ta mbaj më për brenda, falenderoj Laertin, tha që e dëgjova dhe dua ta nxjerr, tha se po kam një brend të brendshme, dhe dua tha që ta lexojnë të tjerët që prindrit mos të besojnë fëmijët më te askush, përveç të duart e veta dhe personave më të afërt familjes, do me thënë gjyshrit janë personat më të afërt për atë. Edhe nuk ishte as xhaxhaj, as Edhe ke familja ka dyshime se varet në njerë dhe prindrit... Po, tani ka filluar dhe familja... Do me të shiko. Ai për shembull brenda historisë vetë më tregoi dhe si një vajzë, mosha ajo sot ishte 47 vjeçë sa është ky djali. Djali sot, ai fëmia i vogël është 47 vjeç dhe është përdhunuar në moshën kur ka ngel jetim në 85-ën, në vitet 85, dhe personi ishte komandant divizionin në një nga repartet këtej, rreth e rrotull Tiranës. Në atë petkun e asaj... Po mi këta kanë qenë njerëz ndërkohë general, njerëz të martuar me familje... Po, me një familje shumë familje të shkëlqyer, që ai djali e ka marrë atë sekretin me vetë... Nëse se po hymë në detajën e djalit, po, do me thënë, ideja është kjo që pushteti, problematika e pushtetit është gjenerimi i një force kundrejt atij që nuk ka. Këtu është e gjithë loja. Pra nëse ne kemi dhe po ndërtojmë një shoqëri e cila nuk arrin dot... Lutem tani, ai është general. General është mbrojtësi i ligjit, është zbatuesi i ligjit. Po, prandaj është generale. Okej. Për këtë gjë është general. Po, edhe në atë gjë general është. Po ndërsa mos ka bërë në një luftë, e vetmja luftë që ka bërë ka qenë me këtë fëmijën. Eksakt. Mos harroni. Viktimat më të... Pra, problematika është nëse... Ky është rasti që unë uroj që ky vend të kishte dënimin me vdekje. Ky është rasti. Sidomos bëhet fjalë për të miturit, por ky është rasti, mbi të gjitha ne shohim që gjithmonë njerëzit me pushtet shohin ata që janë më të vobekt, le të themi. Ja, dëgjoj çfarë Artani. Artani tha pajtohem, tha. Që Artani është njeri i ligjit. Është njeri që e njeh mirë ligjin, e thotë shko. Ky është rasti që këta njerëz ligji dhe drejta janë dy gjëra diferente. Në rasti konkret flasim për të drejtë. Po. Kur del libri, ai homazhe bën, për shembull, shkonte Varrezat dhe shkon në 3 vare, shkonte nëna, shkonte babai, shkonte te pedofili i pështyn fotografin, do me thënë, i bën homazhe dhe, do me thënë, në mbas si vdiqe. Do me thënë, ne kemi Epsteinin këtu, në lagje. Po, as, do me thënë, ai e tregon... Dilni në për rrugët e Tiranës, kishte 37 vjetë kjo histori. Po prindërve ja u kishe treguar më parë këtë histori, kishe guximin t'ja u tregonte prindërve këtë histori? Prindrit i vdiqen, këtu abuzoja, ishte jetim, dhe me keqa, personi që do jetonte të shtëpia e djalit, ky ishte vllai motër, erdhi ky xhaxhai, dhe xhaxhai na i e shikon në fshat,
në një sken shumë të çuditshme që unë e kam në libër dhe është një sken turpi me një kafshë. Llogaritë sa perversitet kanë. Edhe ky e mbajti nuk kujt i tregonte. Satanizmin ne pas kemi këtu, ne kujtem se vinë që andeja. Histori shumë të shëmtuara që unë ne pas kemi te dera e shtëpisë. Nuk ka nevojë të shkojmë larg, more. Shqipëria është një shoqëri botërore. Por se ne shikojmë ata dhe themi e mban mend te nuk e ata e mban mend, shikonim atëre botën e tretë. I shikonim ata dhe thoshim, "Ah, gjëna të shkëlqyer." Flasim pak, okay, perceptuam anën e pedofilit, po anën e të dhunuarit tani. Ç'a pson një fëmijë në atë moshë kur dhunohet nga një më i rritur? Ka një step. Do me thënë, nuk ka rritje. Jo, vetëm ajo, ka disa reagime të ndryshme në fakt, mos të ndërpres gjithsesi, por dua ta them shumë specifikisht që ka reagime të ndryshme. Disa, për shembull, është ajo e freezing, pra ata ngrinë, nuk reagojnë, nuk flasin. Dhe shpesh kemi viktima të dhunës, të cilët edhe të përdhunimit, të cilët në fakt thjesht ngrinë edhe mbeten ashtu pa lëvizur. Nuk arrin dot as ta shtyjnë, as të largohen. Disa të tjerë kthehen në mënyrë agresive, ashtu si zotëria tha. Pra, kthehen dhunuese dhe bëhen vetë, pra një urrëtie, rritet një urrëtie. Ka një shpërthim se një vulkan për brenda, por është ndërkohë dikush që ngrin si një akullnaj për brenda dhe nuk lëviz dot, ngrin dhe fizikisht edhe psikologjikisht, ndërkohë edhe janë disa të tjerë që shpërthejnë, por kemi edhe një kategori tjetër të cilët kthehen vetë në një të ardhme në dhunues potencial ose pedofil potenciale të tjera me radhë. Dhe këto janë disa nga kategoritë që i adresojmë. Qa vure re ti? Jo, unë do të filloj pak më përpara. Nuk e ka parë breze, jo jam i sigurt, është shfaqur një dokumentar This is America, domethënë koha kur Jugosllavi ishte me shirita. Edhe ndoshta perversiteti nuk ishte i këtyre niveleve, po mbajmë mend për shembull që në një lokal më duket këndonte Donna Summer nudo në një tarif $200-300. Pastaj kështu orgjira kolektive, domethënë Po ka pafund, po. Jo, jepte në dokumentar live. Në momentet që janë të pranueshme nga të gjitha palët, këtu nuk është se po i adresojmë shumë. Problemi është kur kemi si të Epsteini që palët nuk është problemi është kur kthehet në mënyrë qeverisje ose në mënyrë... Ajo është pjesë e pushtetit të pranueshëm pastaj. Në mënyrë Hollywoodi për shembull akuzohet si qendër satanizmi. Edhe kanë akuzuar edhe mu në mes të emisionit në ato. Janë talë edhe me veten. Ja, po nuk arrita. Para që po ja them që, domethënë, e para në gjykimin tim në Shqipëri nuk kanë qenë kaq masive, për jetë vërtetës, ose ka ekzistuar. Ka pasur një fshehje, jo, flas masive. Jo, masive, jo. Është lindë atëherë? Ndoshta ka pasur një fshehje për shkak të diktaturës e kështu, po me një farë mënyrë unë jam partizani e saj që ligji rregullon gjërat, domethënë, ndërsa për sa i takon atë do të thoya, po bravo, domethënë, kuptimin e mirë të fjalës. Hollywoodi ka paraprit një dy situatave që shohim tek Epsteini. Kemi filmin me Tom Cruise, me masës për më kujtohet. Po, masë të mbyllur, Eyes Wide Shut. Dhe kemi edhe një film tjetër që prapë kujtohet që gjuanin, domethënë, paguanin njerëz i blinin dhe gjuanin gjatarë. Rasti Italisë. Por ne kemi edhe rastin e Bosnjës, sepse safari në Bosnjë, italianës në Bosnjë. Ishtë paraprit nga Hollywoodi me një film e kisha, domethënë. Praktikisht ata i kanë pas këto informacione, se mund presupozojmë që kanë regjizor me kaq fantazi, domethënë. Dhe e keqja e kësaj pune është atë që tha zotëria. Ore, nuk është problemi se ata po i bëjnë një dëm shumë të madh individit, edhe shoqërisë, po transmetojnë modele, po ata janë vendimarrës të regjimit. Po, ata donin t'i bënin edhe fëmijët të regjimit botëror. Transa e kështu e kishte me email. Çfarë do të sugjeroja unë për shembull, në një stacion televiziv shqiptar, ndoshta këtu pranë jush, po shfaqi avioni i Epsteinit ka ardhur në Shqipëri. Jo, s'ishte vërtet që ka ardhur, ishte një, po, ishte kot. Jo, mohabet kot. Gjithsesi... Ne kemi tia atë, nuk e kemi, ajo ishte për... Okej. Po, ajo ishte për Albany, New York, nuk ishte fare ajo... Albania s'ishte fare. Ideja është që... Albën... Edhe në qoftë se ajo është e pavërtet, ideja është që organet ligjzbatuese duhet ngrihen në alarm. Po, pra, ne duhet ta... Një sekund, problemi është kur organet ligjbatuese janë vetë ustallarët, e kupton? Atyre si t'ja bështi, se kemi rastin në Korçë, që policët përdononin vajzën, kemi raste që i dinë këto raste, që kemi publike. To janë pasaj problemet e rekrutimit që nuk zgjedhin personat e dur, tjera, domethënë. Janë më të fortë ata në lobim. Patronazhisti.com, pasaj nuk po shteti kështu, domethënë. Shteti do njerëz që respektojnë ligjin, domethënë kanë idhull. Shoqëria jonë është më perverse se dosjet e Epsteinit. Kjo shoqëri. Tani nuk mbaj mend në një që të kenë ngrënë mish fëmijë këtu.
Pse është më perverse? Ata kanë ngrënë mish fëmijë, vlla. Po nuk është perversitet, është kanibalizëm. Po s'është kanibalizëm, është satanizëm fare. Po është gjë tjetër nga perversiteti, më fal. Merr fare për shembull që marrin. Shoqëria është perverse shoqëria jonë, s'ka për shoqërinë. Është perverse që s'ka një moral publik. Po çamo këtu nuk ka moral individual, lëre publik. Seksual, por ka dhe perversitet. Nuk ka moral familjar, more, lëre publik. Moral individual ne nuk duam të ndryhim, ne duam të ndërhyjm. Po jo, po nga aty nis, më fal. Po nuk duam të ndërhyjm tek ajo që çka i neverit publikun ose jo. Ka invazion mbi familjen. Shiko, publiku është fundi i një perversiteti të zgjatur ndër vite e ku digjon se çfarë. Pra nëse ne jemi sot këtu, flasim ne si shoqëri, nuk kemi ndryshe... Dori, ti e di se si dolën... Dhe më kese këta. Si dolën emailët? Emailët dolën se atje ka gazetar. Se atje ka një publik që të thyen brinjët. Se atje ka gjykata. Po pse nuk e ke publikun këtu? Se nuk i nxorën ata. Asherën e parë, asherën e dytë, asherën e tretë. Po, atëre pse nuk e ke gjykatën këtu? Se ke publik, ke popull që të heq syrin kur ti shkel gjëra që nuk shkelen. Po pse se ke këtë popull, pra? More, pse nuk e ke këtë popull? Se di unë... Gjithçka fillon me një denoncim. Fillon gjithçka me një denoncim. Se kemi dikën që thot... popullit kjo gjëja. Atere, ja pra që vim ke fjalia që të thashë. Nuk do ta mendoj që popullit ti pëlqen këto gjëra. Se një prindi nuk i pëlqen që të marrë vesh Jo si pëlqen vet. Ke fëmija i ti si pëlqen, ke fëmija i botës po. Jo, të ke fëmija i botës hesht, se nuk përshijimi. Por ndonjëherë edhe i kryejnë vetë, sepse disa nga krimet kibernetike që kemi janë të familjar, burra të martuar dhe tjera, të cilat Këto instiktin prindëror, unë se kam kuptuar kur, si mundet një prind mos ta dalloj ose t'ja besoj dikujt fëmijën që... Fëmija është online, mendon se po flet me një bashkëmoshatar të vetin. Dhe ndërkohë është një baba, është një dikush tjetër, tamam grepi. Kështu që Jo, nuk është në rastin e kur janë këto rrjetet sociale, po më përpara. Ka patur dhe prindër që shkonin punë dhe ja besonin fëmijën. Po, ja besonin komshiut, që të rinte aty tek komshiut. Ose dhe të kushuriri ka ndodhur ndonjëherë, domethënë. Dhe këto kanë qenë ajo se shumë incidente me thon drejtën tash. Unë nuk e di. Ndoshta s'është folur mjaftueshëm. Informativ, po jo më se kemi pa dhe literaturë, domethënë raste përdhunimesh e gjëra, nuk kanë qenë kaq masive për hir të vërtetës. Ka qenë turp edhe të raportohej dikur. Artan, e di pse sepse personi i përdunuar nuk tregon. Nuk tregonte, ka pasur turp. Do ishte gjithë jetës i stigmatizuar. Është përdunimi dyfisht kur e thua. Është përdunimi apo ja të thot Meri se ti kur e tregon. Jo gjithë jetës ti përmendet e të tjera. Ose si ke ose ne nuk kemi ka qenë më pak e raportuar. Për mua ka qenë më pak e raportuar. Meri, në librin tua ju keni përdorur emra, i referoheni, ka qenë, por nuk ka qenë raportuar si tani njerëzit kanë pasur turp se ndonjë do viktimizosh një tjetër. I vë emra të tjerë. Po për shembull në libër gërshetoj 2-3 histori. Edhe këtu në Tiranë është edhe një zonjë, nga Puka, që e ka përdhunuar xhaxhai për shembull dhe ajo ka mbyllur, ka burgosur dhe veten e vet, nuk ka pranuar të martohet me asnjë tjetër, se më mirë të më kishin përdhunuar 10 burra, tha, se sa të përdhunonte gjaku im. Dhe nuk ka kurajo të martohet me një, e ka mbyllur atë se ai e kërcënonte që do vriten 2 familje. Do vriten, do shuheshin 2 familje. Edhe ato familje kishin shumë burra. Ky është stili. Po. Një komandant si ky ka bërë 7 vjet burg. Për një pedofilë? Për një marrëdhënie me ushtari, jo për pedofil. Ka bërë 7 vjet burg Kotënveri. Oficeri. Edhe është babai i një lojtarit njohur, nuk ja u them dot, mos ma kërkoni, 7 vjet burg dhe ju rënu karrierën. S'ka se i gjen vet. Po mirë. E kupton? Pra pak është dënuar. Po paktën ka qenë një shoqëri që nuk e pranonte të keqen. E keqja mund të ndodhte, po se pranonte. Unë nuk revokoj atë regjim, kam tjera bindje. Jo, asun. Por të paktën kishte një moral publik mirë apo keq. Mund ta gjykojmë me 100 aspekte, po për këtë duhet stimulojmë të mirën dhe duhet ndërhyjmë rreth me ligje. Kjo për mua kjo është historia. Po këtu i ketë Po si të ndërhyjmë rreth me ligjin? Çfarë duhet që t'i kthejmë ligjit? Çfarë i mungon ligjit? Jo me ligji është montuar në total tash se s'duhet. Kodin penal e ke shumë mirë të përcaktuar dhe drejtësin për të mitur i ke shumë mirë. Atje merr serverin e gjithë shtetit, ai rin dorë të mafjes tani çfarë diskuton për këtë. Flasim për serverin, tani flasim për si janë ligjet. Ligjet janë rregull, zbatimi është ai që është problem her pas here. Kanë sy vesh njerëz. E kupton? Unë them që është gjithmonë ajo shoqëria dhe besimin në organet ligjzbatuese për shkak të ndërhyrjeve, domethënë. Për mua rritja e besimit në ligj, pra nuk duhet kemi një policë që abuzon me ato deklarimet për t'i marrë shpinë tjetër dhe për të nxjerrë urdhën mbrojtje tash, se mos e hym këtyre historive, edhe të paqëna, ose ana sjell tash kur urdhri mbrojtjes duhet të jetë patjetër
nuk e merë konsiderat, nuk e merë kallëzim fare, kështu që shkallë, po u rrit besimi mbi organet disbatuese për mendimin tim, unë po të themi eksperiencë time. Nuk është fare eksperiencë pedofilie, kështu është eksperiencë fare delikatese. Një fëmijë të një shteta si Gjermani, ra ajo bidoni me biberon, ja dhash, tanke që ai bëra ta gëzohen kokë, mos më thaj këshuris se e kam problem. Domethënë sepse vjen nga Shqipëria që edhe mund ta zem mund ta përkëdhelte, domethënë me dashamirësi. Shiko, kulturat të ndryshme kanë qasje të ndryshme, por normat morale që një shoqëri qëndron janë baza të njëjta për të gjithë, se njerëzimi ka disa baza që qëndron. Na aprovon një ligj për një 70 gjini që unë s'di se ku i gjejnë ato gjinit, unë si mbaj do të mend. Edhe pasaj presim ne që të kemi një shoqëri. Nëse çështja e gjinive është gjë tjetër, por ne flasim për çfarë është njerëzore, çfarë është normë, çfarë pranojmë si normale dhe çfarë ne pranojmë si njerëzore. Seksualiteti dhe ai burri mendoj unë, domethënë, ai burri që seksualiteti një të rrituri është e drejta e tij për të bërë çfarë të dojë, por kur flasim për të mitur dhe minoren dhe fëmijët tanë, aty nuk ka asnjë vend diskutimi. Por në ndryshim nga profesori, ai burri po i bësh presion për Epsteinin dhe jolli gjithë materialet në treg. Shiheni thotë tash dhe gjykon. Unë kam idenë që me edhe në materialet kanë shpëtuar kush duhet shpëtonte, sepse shiko, është ndryshe të themi që ti ke kryer marrëdhënie me 10 femra. Të gjithë do mburren. Jo vetëm do mburren, por kam idenë do jenë edhe të 10 të bukura, dhe është ndryshe të themi që gjithmonë për opinionin publik, akoma dhe më shumë për një opinion ignorant si ai që është matan Atlantikut, kur flasim për elementin pedofil. Do me thënë, vërtet mund të lëshohen, në mendimin tim, lëshohen të gjitha dosjet, që të betë rëmuje dhe mos merret vesh çau bë. Dhe kush shpëton, shpëton. Dhe kush duhet goditur, goditet, dhe kush mund të evitoj një lloj shantazhimi, evitohet, se me të sjell videon e çfarëdo lloj gjë që ti ke bërë me një marrëdhënie pedofile, kam idenë që kur të thon kërceti, do kërcesh ku do t'jesh. Kështu që këtu është qetësimi im. Pra, nëse ti individ i cili ke në dorë një pushtet për të marrë vendime, jo vetëm për vendin tënd, po dhe të lëvizësh ata që ke përreth, mund të jesh susceptible nga elemente të deviancës tënde, atëherë aty të marrin vesh pse kanë filluar luftrat. Pse doli pandemia, pse ndodh kjo, pse ndodh ajo, domethënë, pse janë 12 gjini, pse e kupton? Do të shkojmë në vënçe se paneli ndeshjes po bën shumë zhurmë, ndërkohë duke pritur. Ka ardhur atje mërzitur të shkretet, po, duke pritur. Vënçja juaj? Artan. Për mua këto universitetet nuk kanë lindur në Shqipëri, pak a shumë janë të eksportuar, të importuar. Edhe, po importojmë dhe perversitetën. Se ngelëm duke importuar çdo gjë tjetër, po importojmë dhe perversitet. E sa çuditshëm që jemi. Edhe drogën shkojmë ta marrim atje në origjinë, nuk pranojmë ta blejmë për dorë dy domun. Kështu që do të parat edhe për mirë dhe për keq. Unë them këto janë ndonjë histori të shkurtër pa treguar nga libri që është po aq pikante? Po, çfarë të tregoj, një histori tjetër, mund ta është një histori prapë e shëmtuar, që djali tezes, janë të 4 historit brenda, djali tezes, për shembull, lësht atë zanë një vajzë 13 vjeç që e ka kushurirën e parë. Po dhe ky perversitet, e kupton? Ndaj, unë jap mesazh të ruajmë fëmijët, të selektojmë edhe familjarët tanë, se ne arrim t'i njofim të shti në sy, do më thënë, ato janë vese që diku do lëshohen, dalohen në sy, dalohen në veprime, dalohen, kështu që duhet të shtrëngojmë familjet fort, se çdo gjë është shumë e vështirë. Po, vënd që në rastet të tilla, me thënë të drejtë, nuk është se ka ndonjë argument për t'i rënë fort, duhet kësuar dënim e vdekje për këto mendimi. Dakord edhe unë, mbështetje plot. Aty nuk ka diskutim. Patjetër. Të tjetër dhe të vete, nuk ka rëndësi. Fëmijët janë të parët. Dhe gjithmonë kur bëhet fjalë te fëmijët, ne themi që edhe kodi i familjes, ne duhet thotë, interesi më i lartë i fëmijëve. Dhe çfarë do lloj gjëje që kryhet në këtë shoqëri duhet kryhet jo vetëm nga prindi, nga qeliza bazë që është familja, por edhe nga kushdo tjetër. Pra mendojmë një herë për ata. Por mostra nuk është jashtë derës, ndonjëherë është brenda derës. Të varen, pikë. Kujtohet atëherë sa të lumtur u bën shqiptarët. Pra votoni të 4, me mua 5, nuk e di çfarë mendon Erioni. Dënim me varje për këta njerëz, s'ka mëshirë fare. Një fjali për Fierin, nuk është shtyr asnjë xham mbas varjes. Mbas varjes. Në 97 në Fier nuk është shtyr asnjë xham. Po, kur u varën të tre ata personazhet. Mbas sa ndodhi në 97 asnjë ngjarje në Fier.
Kështu që ajo Nise, ngjarjet e Thierit se për shkak të dha rezultat në opinion. për shkak se elita mafioze atje ka shumë etik pune. Unë the vetëm kaq. Mos i lini fëmijët të flenë në shtëpinë e asnjë njeriu. Fare, asnjëri fare. Ne të flet aty të shtëpia vet, aty po dole të flej. Të lozin sa të lozin, vi gjum shtëpit vet. Dhe me drejt kolegët thonë që mos besoni tek ata që besoni më shumë. Mos besoni, do thoshti që kjo që thua ti s'është e drejtë se na Jo, shumë e drejtë. Është me e drejtë kjo që them unë, që pasaj kur të beni pjesëtar të librit të merit, të mos jeni ju që jeni pjesëtar të librit, po të jetë dikush tjetër larg me mira kilometra larg. Jo ne, paktën ne jo. Shkojmë në publicitet dhe ju pres këtu në ndeshje.